dua t'ju flas për çfarë pam dhe çfarë dëgjuam gjatë muajit qershor. Kur bulevardi u mbush ka njerëz nga të gjitha rrugët e jetës, kategoritë shoqërore, moshat, dhe kur një shpend i rrallë, i bukur dhe i brisht, u bë simboli i vëmendjes më të madhe globale që Shqipëria ka përjetuar ndonjëherë, brenda vetëm një muaji. Përveç videos që sapo pat, tek e cila do të kthehem më tutje, kam sjellë sot me vete edhe dy dokumente. Janë dy dokumente që mishërojnë reflektimin tim përpara pasqyrës së bulevardit të Flamingove. Dhe janë të hapura për t'u lexuar, për të analizuar, ndryshuar, në mënyrë që ta përmbushin sa më mirë qëllimin e tyre. Ky i pari është një dokument strategjik për kthesën që duhet të garantojë mandati i katërt në procesin qeverisës. I dyti është një aneks për mënyrën se si Partia Socialiste duhet ta mbështesë kthesën e mandatit katërt. Po e nis me një episod që edhe mund ta keni dëgjuar. Qëlloi pikërisht në një nga ditët e qershorit, që një kryetar bashkie, shok i yni, njeri që i rrin kokë punës, edhe komunitetit, më erdhi shumë i acaruar me një grup qytetarësh, që i kishin dalë në protest për një problem në lagjen e tyre diku në një periferi të asaj bashkie. I kam gjetur në llumë, tha, nuk kishin rrugë, nuk kishin trotuare. Për ndriçim s'bëhet fjalë. Vetëm gropa, ferra, plera, i bëra me rrugë, tha, me trotuar, me drita, me pemë, u bëra kopësht, u vëra dhe stola. Po janë mos mirënjohës. Ai shok dhe koleg të dashur miq, jemi ne të gjithë. Se për secili për nesh e ka menduar, qoftë dhe një herë atë fjalë të keqe, kur i ka ardhur shpirtin majt hundës, në marrëdhëniet e punës me popullin. Qoftë me dikë, qoftë me diçka, shpesh me disa,